Një ngjarje e rëndë dhe tragjike ka tronditur sot fshatin Qumgur të Pejës. Rreth orës 2 pasdite një vetur është përplasur me një katrëciklet, duke lënë pasoja të rënda. Nga kjo përplasje e fuqishme, humbi jetën në vendngjarje një i ri, Eldion Kelmendi, ndërsa një tjetër person me inicialet KB është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Pejës në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po i nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Tronditja dhe dhimbja kanë kapluar familjen Kelmendi, e veçanërisht vëllain e viktimës, Gjesti, i cili prej muajsh është në qendër të vëmendjes së opinionit publik. Pas gjithë sfidave dhe përballjeve të tij, sot ai është goditur nga humbja më e madhe që mund ta përjetojë një njeri, humbjen e vëllait të tij të dashur. Eldioni ishte i njohur si një djalë i qeshur, i afërt me shokët dhe i lidhur fort me familjen. Jeta e tij u ndërprer në mënyrë të papritur, duke lënë pas një boshllëk të pamatshëm. Miq, të afërm dhe fshinji nuk po e besojnë ende lajmin, duke e përshkruar këtë ditë si një nga më të zinjtë që ka përjetuar fshati. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe hetuesit e aksidenteve, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Por, përtej hetimeve, dhimbja e një familje mbetet e pamatshme. Gjesti që në shtëpi dhe në publik është parë gjithmonë si një njeri luftarak, sot ka mbetur i thyrë nga humbja. Ai e ka përmendur shpeshherë se familja është forca më e madhe e tij dhe pikërisht tani kjo forcë po i vjen në sprovën më të rëndë. Lotët, dhimbja dhe zbrastia që ka lënë Eldioni do të shoqërojnë jo vetëm Gjestin, por të gjithë ata që e kanë njohur dhe dashur. Ngjarje të tilla na rikujtojnë se sa e brisht është jeta dhe sa e rëndësishme është të kujdesemi për njëri tjetrin. Peja sot qa një djalë të ri që iku shumë shpejt, ndërsa familja Kelmendi mban në zemër një plagë që nuk do të shërohet kurrë. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!